Jemi blokun e radhës, do të flasim për showbiz, e normalisht kur flasim për showbiz nuk na mungojnë as personazhet e Big Brother. Do ta kemi disa tema interesante, por kryesisht që do të ndërlidhen me këto personazhe të cilat vitin e fundit pra pushtuan median shqiptare sa i përket famës, duke marrë parasysh pjesëmarrjen e tyre në platformën kryesore, pra cila në patentën kryesore që transmetohet në vendin tonë Big Brother. Do të flasim për një çift interesant, të cilët dje e patën një mbrëmje, pra nga njëjta patent na vijnë edhe Leo me Lelën. E ndërsa për këtë temë do dua të diskutoj pak më shumë me mikun tim Redion Shtylla, që e kam në lidhje direkte nga Tirana. Redi, përshëndetje, mirë se erdhe në Kosova Today. Përshëndetje, Krom, kënaqësi si gjithmonë. Më vonë do ta vazhdoj diskutimin tim me mikën tjetër dhe kolegën tonë gazetare, Donjeta Zariçi. Donjeta, faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit, është kënaqësi t'ju kemi këtu, por do ta vazhdoj këtë bisedë me Redionin. Redion, si e pa një ndenjë fundit është bërë së fundi, ku aludohet për diçka në mes të Lelës dhe Leos. Çfarë ndodhi realisht mes çiftit? Kemi ndonjë të re me këtë ngjarje? Çifti Leo dhe Lela bijojnë të jenë, le të themi, çifti më i komentuar dhe më i pëlqyer nga publiku, por jo, nuk kemi një fiesë tamam midis tyre. Informacionet që unë kam, ai ishte thjesht një darkë iftari dhe një ribashkim me banorët që çifti ka pasur marrëdhënie më të mira brenda shtëpisë së Big Brotherit, por duhet ta pranojmë që le të themi Lela edhe e provokon pak të pjesa me veshjen e saj, pasi ishte një veshje që ju përshtaste më shumë, le të themi një ceremonie të shenjtë siç mund të jetë fejesa, por jo, nuk ka pasur një fiesë, por ka qenë një mbledhje të... Pra, veshja sipas te ishte një provokim i Lelës. Po, pa diskutim që po, ishte një provokim, duke qenë që le të themi Lela nuk është një personazh e cila ka një profesion të caktuar, për shembull nuk është gazetare, nuk është këngëtare, ka një tjetër profesion në jetë, po e shikoj më shumë modele dhe sigurisht që është provokim që kjo tregon edhe një herë tjetër që ky çift realisht ka interes tek publiku dhe e kam parë kudo që komentoni dhe shkruhet në rrjetet sociale. Ndërsa ne kemi interes për me di diçka më shumë nga ajo që na u ofrua. Realisht ne i pam personat që ishin në këtë aheng përmes fotografive. Për cilët ishin personat që munguan, Redion? Personat që munguan ishin ata që me cilët çifti nuk ka pasur raporte të mira brenda shtëpisë Big Brotherit. Nuk di nëse mund të caktoj me emra, por pranë çiftit ishte Xheneta, ishte Gresa, ishte Vullneti, le të themi ishte më shumë ishin... Nuk ishte Driloni, nuk ishte Sara, për shembull. Po sepse nuk kanë pas raport të mirë brenda Big Brotherit. Apo neglizhohet ose apo distancohen banorët e tjerë nga Driloni sipas teje? Driloni edhe kur ka qenë brenda në shtëpi, kemi parë që nuk ka qenë ai personazhi që kishte afrimitet me të gjithë. Ka qenë një personazh shumë i ngurtë. Këtë e tregoi edhe kur doli jashtë nga shtëpia që me sa po shikoi un raport të vetëm ka vetëm me Starën dhe me asnjë banor tjetër. Mbase ne i pam disa biseda që kishte tentuar të ketë raport edhe me banorët e tjerë, por gjithsesi do dua të kaloj tek një çështje krejt tjetër, edhe do ta vazhdoj bisedën me Donjetën. Donjeta, një deklaratë e Xhenetës fundim ka bu shumë përshtypje. Ajo deklaroi që të dashurin e ri e kam njohur para Big Brother, edhe kur e takova Gjestin vetëm se isha në lidhje. Si e komenton edhe sa doket e besueshme kjo deklaratë e Xhenetës? Mu heq, jo që t'interesoj me ditë, po vestash të tregoj. Edhe unë pajtona pak në mendimin tënd, të pas parasysh që unë s'përbesoj hiç asaj situatës që e ka kriju deri tash atë dramën që Gjesti nuk ka pas ndjenja për Xhenetën, kjo po i bie që Xheneta nuk pas ka pas ndjenja për Gjestin, se lidhjet e pas kalon gatshme jashtë. A ka mundësi, për shembull, që Xheneta në këtë formë po ja shëron egon vetës, duke thënë kam pas... Jo, nuk po besoj që Xheneta është një tip për me shëru egot në momentin që veç e ka pas një ndarje të në lidhës me njëherë me një mashkull tjetër, por që po besoj që kjo situata të cilët e ka bu stër të madhe, sa i përket Gjestit ka qenë veç për vëmendje, se nuk ka pas ndjenja të vërteta, me to që sa po e tha,
edhe me deklaratën e lidhjes së saj që e deklaroi që ka qenë më herët, kështu që po i bie që krejt kjo situata e cila është kriju brenda Big Brotherit, edhe jashtë Big Brotherit që është shumë e madhe, plus futja e saj në Big Brother që e diskutoi dhe tha që një person ka lut me ndjenjat e saj, kjo po i bie që ajo ka lut me ndjenjat e Gjesti. Po kjo pi bie që ajo nuk pas ka qenë sinqert dhe realisht nuk e pas ka meritu duke qenë fake edhe me fitu Big Brother. Po përderisa Gjesti gjithmonë e ka thonë dhe ka stërthonë të gonë që nuk është një person i njëjtë siç po e thotë dhe siç po paraqitet Gjeneta, apo besoj diçka i ka njoft më afër se na se që e kemi ditë kështu. Se mendon që ka mujt me wow, që se stash më shtinë shumë fellë, e bune ta më në konspiracion. Pra, në bazë kësaj që ti po thu, ju po thoni, zonja Zarisi, i bie që këta dy mund të kemë pasur një marrëveshje qysh moti, para hyrjes në Big Brother, Kosova, VIP Kosova. Po, si është diskutu brenda Big Brotherit, ne kena bërë dhe është diskutu një takim i mundshëm që mund të bëhet në mes banorëve edhe situatave, po që po mendoj që mos ketë ndodhë diçka sa i përket krejt kësaj. E kur jemi të krejt këto ndodhit, a i bie që pra nuk ka asë ndjenja negative ndaj njëri tjetrit nga dyshja, duke marrë parasysh se plani ju pas ka funksionuat, asë të jenë personat matë përfolun? Definitivisht po, kështu që unë për momentin krejt këta që apo e shoh, është që ka qenë një lojë brenda një Big Brotheri që është vetë një lojë, edhe krejt situata cilat janë kriju brenda Big Brotherit, kanë qenë veç për qendër vëmendjes edhe me kanë në qendër të vëmendjes. Situatat e njëjta u mësum tashmë me Gjenetën, edhe këtë situatën e fundit fakt për të lidhjes, jam pak në me dyshje për me besu se a ka qenë më herët apo jo, sepse e pam që më njëherë kur Gjeneta nuk është që pat një vëmendje të plot për anës së Gjistit edhe nuk është që e merr ato që dojke, dul me deklaratat e Drilunit, e tash po del për një lidhje e cilën e ka pas më herët, edhe po e tregon që e ka pas më herët edhe tash është kthy prapë me të, edhe është në një lidhje me të. Prandaj ta bëra pyetjen. Prandaj ta bëra pyetjen në qoftë se është duke shëru egon e vet me këto forma të marketingut, themi, sepse fundja në fund ditës krejtën marketing. Redi, si e komenton ti këtë çështje? Lotët e Gjenetës, ishin të Gjenetës apo ishin të krokodilit, si thot populli? Gjeneta është një uragan dhe këtë e dëshmon nga java në javë me gjitha dinamikat që ajo prodhon. Sigurisht që në Big Brother edhe jashtë saj unë kam parë të sinqert në përjetimet e saja, se sado që është një lojë, njeriu nuk mund ta shkel veten, nëse e bën, atëherë për mua nuk është njeri, por në rastin konkret Gjenetën e kam parë të sinqert kur është ndjer e fyer dhe e lënduar nga Gjesti, pastaj se e kërkon media, se e kërkon rrjetet sociale, atë nuk është faj saj dhe ajo e ka këtë magjin që me një status ose me një story le themi provokon dhe ndes debate. Është qartë. Donjeta? Kërkoj falje për ndërprerjen, por që jemi gazetarë dhe kështu shpesh herë na vlen rasti për me pas diskutime me njerëz të ndryshëm. Heç nuk ka problem, pikërisht kjo është adresime me s'dashta me ditë, a je hala me neve apo nuk je me neve? Po, jam bashkë me neve. E nëse je me neve... Po? Regionin, që veç e tha, që mediat e kanë atë aspektin që mujnë me marrë vëmendjen veç Gjeneta që bën diçka. Unë mendoj që Gjeneta e ka kuptuar shumë televizionin edhe botën e showbizit edhe është i bu vetë për me kanë qëtër vëmendje. Se na e dim banorët si janë rebjan. Momenti që veç dalin prej asaj shtëpie diskutuan, nëse nuk diskutohesh nuk mbet kërkon hiç. Kështu që Gjeneta do mu kanë çaja që do mu kanë në çadër diskutim. Tash, Gjeneta është sot me një të dashur të ri edhe me krejt këto peripeci që i kaloj për me qenë në qendër të diskutimit, është sepse është e vërtetë që është me një të dashur të ri. Unë po shpresoj që jetë njëna prej tynës, nuk muj me konë me jepet atë... Ska të dy atë, s'muj me konë do njetë, ja është, ja sështë. Njëna prej tynës, pak të mbile njëna të ketë. Njëna prej tynës nëse ka është shumë mirë. E nëse është veç ajo e para e cila e kemi diskutu që Gjeneta e ka thonë që ka qenë më herët edhe është person shumë i rëndësishëm për të, se kështu e cilësaj. Unë i rroj suksese edhe të vazhdoj të mos ketë loj me ndjenjat kësa here me personin cilin e konkra. Interesant, se ti mendon që duket një lloj lojtare Gjeneta, Pak po. Redian, që është e ti Redian? Jena të e po rolin e Gjenetës, apo jena të e po Gjenetën e vërtet?
Në komplet këto lidhje dhe në komplet formën se qysh po menaxhohet fama e saj mas daljes Big Brother. Xheneta është një paket, nuk mund ta ndajmë le të themi atë si njëri dhe me personazhin mediatik që ajo ka, se kështu ka vendosur që të luaj, por padyshim e kam parë një Xhenet më të qetë, më të qeshur në fytyrë. Kjo do thotë që dashuria që e kishte lënë para se të fusë në Big Brother i bën mirë, dhe kjo ka rëndësi në fund të ditës që njerëzit të ndjehen mirë përpos lojës ose përpos të gjitha, le të themi, dramave apo zhvillimeve që mund të bëjnë qoftë edhe me sajesa, po qoftë edhe me vërtetësitë e tyre. Donjet, qëtash është loja në kulmin e saj, realisht, i kena zbërthy krejt personazhet, kanë dhonë komplet të mirat edhe të këqijat e tëne, po flasë për personazhet në Shqipëri që janë. Tu i pa këto dinamika, qysh me ndonë se do t'jetë epilogu i krejt showt? Nëse veç flasim për 5 ose 4 finalistat, unë i kam pak në një mendje, po nëse veç flasim për fituesin, definitivisht ai që meriton edhe për krejt ato që ka jep, është vetë Gjesti. E tjerët kush mujnë me qenë, e bën një top 3 bashkë. Mendoj në një garë kështu me dyshje kokë më kuk, e mendoj shumë Gjestin me Gertën, se Gerta definitivisht është tu buqët, shka për loj, është tu jep krejt atë anën e vetë për lojën. Po në të njëjtën kohë po ashtu e mendoj edhe Rozana që mund me ka në finale, edhe kum pas shpresë që mund t'jetë edhe Lairti, edhe Igli. Por që tash më ka ndru mendja, mendoj që mund t'jetë Juzi edhe Igli në këtë finale. Në fakt, Lairti, me sa pashun e ka një nominim kokë me Valbonën. Edhe cili me ndonë se do të mbetet në shtëpi? Ma i rrezikume, unë mendoj që mund të më kanë Valbona, edhe pavarësisht situatave cilat veç kanë ndodhur brenda në Big Brother, edhe situata që veç i pam këto ditë që nuk ka pas një përkraje kështu shumë të madhe prej banorëve brenda shtëpisë Lairti, por më të rrezikume këtë aspekt e shoh pak Valbonën. Po të Iridian si shek të dyshe, dhe kush kë e shfrytëzoj, sepse gjithmonë diskursi i tyre është ti më shfrytëzove mua, unë e kisha për një me, a i tjetëri thot ti më shfrytëzove mua, unë e kisha me të vërtet. Valbona ka qenë dhe është më aktive në lojë, ka dhënë shpirtin asaj loje, qoftë me histori të sjellura nga jashtë, qoftë me enigma, për qoftë me debate, qoftë me përfshirje, pa diskutim që Lairti ka përfituar, pasi e kemi parë gjithmonë çdo ditë në shtëpi rri në qoshë dhe po vjen Prajmi ka të aktorin e tij që skuqet dhe bën sikur nuk kupton, sikur përhumbet. Më vjen keq nëse do dali Valbona për të gjithë lojën dinamike, për të gjithë lojën agresive që ka bërë, për të gjithë shpirtin që i ka dhënë asaj loje, dhe nuk është e drejtë që një personazh si Lairti që vetëm emrin ka të madh, por në lojë nuk ka bërë asgjë të përfitojë nga gratë, siç ka përfituar deri më tani nga Rozana, si jemi akoma në ditën e 92 dhe në Prime flitet sa kafe kanë pirë bashkë, apo sa herë janë takuar bashkë. E qartë, kishte me të vërtet një polemik saj përket edhe kësaj çështje. Sido që t'jetë Redi dhe Donjeta, ishte shumë kënaqësi të jemi bashkë për këto minuta, unë po shpresoj që ta kemi një takim në studio, por javët po shkojnë drejt fundit dhe besoj që në xhirët e fundit do të kemi mundësinë të ta bëjmë një panel bashkë këtu. Në si gjithmonë. Atëherë miq, këtu është momenti që të shkëputemi për pak marketing dhe shumë shpejt rikthehemi në studio së